Sivaspor mbylli me një barazim pa gola në ndeshjen e tjeshme të Hipodrom Sporit, me Rema Manajn titular në fushë për të zëvendësuar në minutat e fundit nga trajneri Rizat Çaimbaj. Tekniku në fund të ndeshjes shpjegoi se pse kishte bërë këtë zgjedhje me një sulmues i cili ka mbajtur peshën kryesore të skuadrës së tij. Ne aktivizuan çdo lojtar sulmues që kishin. Tani po të shohësh atë, edhe ai duhet të përpiqet, ai duhet të jetë më i zahtshëm në detyrat e tij. Sivas i adhuron, të gjithë thonë se ai është një lojtar shumë i mirë, por duhet të luaj. E kam fjalën që ai nuk kishte një mbajtje topi apo goditje, nuk ishte asgjë, se duhet të mbaja unë një lojtar që nuk po bënte asgjë. Tifozët po kërkonin nga lart në tribun trajner hiqe. Ne mendonim të hidhnim ti tjetër pasi ai po kalonte një ditë të keqe. Kjo është arsyeja pse hoxha Manajn. Nuk kam asnjë problem me të, ta trajneri Sivasporit pas ndeshjes.